Kandidatura e turpit, si guxon Ogerta Manastirliu të kërkojë Bashkinë e Tiranës, ndërsa e kaluara e saj politike vlon nga aferat e korrupsionit. Nga çdo kënd që ta shohësh, kandidatura e Ogerta Manastirliut për Bashkinë e Tiranës është një thyrje për inteligjencën e qytetarëve të këtij vendi. Një provë e qartë se në Shqipërinë e vitit 2025, dinjiteti politik është varrosur thellë në betonin e aferave, tenderëve dhe pazareve të pushtetit. Sepse vetëm në një vend ku turpi ka vdekur mund të ndodhë që një ministre e përmendur prej vitesh në skandale korrupsioni në shëndetësi dhe arsim të dalë sot e buzëqeshur për të kërkuar votën e qytetarëve të kryeqytetit. Një e kaluar e mbushur me dështime dhe afera. Le t'i rikthehemi pak kujtesës. Ogerta Manastirliu ka drejtuar për vite Ministrinë e Shëndetësisë dhe më pas atë të arsimit. Të dyja këto institucione janë sot sinonim i degradimit, mungesës së transparencës dhe korrupsionit sistematik. Në shëndetësi, miliona euro janë derdhur në tendera të dyshim për blerje pajisjesh që kur nuk kanë funksionuar, për kontrata sterilizimi që i kanë kushtuar shqiptarëve më shtrenjtë se vetë trajtimi i pacientëve, dhe për ilaçe që nuk kanë bërritur kur në spitalet publike. Në arsim, universitetet publike janë lënë në varfëri ekstreme, laboratorët bosh, studentët në protesta, ndërsa ministria fliste për reforma modernizuese. Reforma që sot askush nuk di ku kanë përfunduar, veçse në ndonjë raport fiktiv për Brukselin. Nga ministri në kandidate për kryetare, rruga e pushtetit që nuk njeh përgjegjësi. Sot, Ogerta Manastirliu kërkon të bëhet kryetare e Bashkisë së Tiranës. Dhe kjo, ndoshta, është pika më e ulët e moralit politik shqiptar. Sepse ajo nuk është një figurë e re, as një teknokrate që vjen për të ndryshuar sistemin. Ajo është pjesë e vetë sistemit që e ka shkatëruar këtë vend, një hallk e zinxhirit të betonit, tenderëve dhe propagandës boshe që ka mbajtur Ramën dhe kupolën e tij në pushtet për më shumë se një dekadë. Në çdo vend normal, një ish-ministre që ka lënë pas institucione në kolaps, do të jepte llogari, jo do të kërkonte një karrige më të madhe. Në çdo vend normal, SPAK do të hetonte me seriozitet se si tenderat e sterilizimit dhe kontratat e blerjeve publike gjatë drejtimit të saj shkuan në duar të klientëve të afërt me partinë. Kandidatura që përfaqëson degradimin moral të politikës shqiptare. Në thelb, kandidatura e Manastirliut është një simbol. Një simbol i asaj që është bërë norma e re në politikën shqiptare, të shpërblehesh për dështimin, të ngjitesh përmes korrupsionit dhe të prezantohesh si model i suksesit, ndërsa pas teje qëndron një shtet që po shkon drejt shkatërimit moral e institucional. Kjo nuk është më thjesht arrogancë. Është tallje me qytetarët. Është sikur t'u thuash shqiptarëve në sy, ne mund të bëjmë çfarë të duam dhe prapë do na votoni. Tirana nuk ka nevojë për menaxher tenderash, por për njerëz me integritet. Tirana sot është një qytet që po mbytet në beton, ndotje, kaos urbanistik dhe borxhe publike. Bashkia e drejtuar nga Erion Veliaj është bërë një ndërmarrje klienteliste ku çdo kontratë publike përfundon në duart e të njëjtëve oligarkë që kontrollojnë gjithçka nga ndërtimi te media. Në këtë kontekst, një figurë si Ogerta Manastirliu nuk është as ndryshim dhe as shpresë. Ajo është vazhdim i të njëjtës linje, një garanci që asgjë nuk do të ndryshojë, përveç fasadës. Sepse pas çdo fytyre të re që partia në pushtet sjell, qëndron po i njëjti sistem që ushqehet nga korrupsioni dhe kontrolli total i pushtetit lokal e qendror. Etja për pushtet mbi çdo dinjitet. Pyetja që sot duhet të bëjnë qytetarët nuk është a do fitoj Manastirliu, por deri kur do lejojmë që njerëz pa asnjë ndjenjë përgjegjësie të na përfaqësojnë? Etja për pushtet, për privilegje dhe për para, ka bërë që politika shqiptare të mos ketë më asnjë filtr moral. Ministrat e dështuar bëhen deputet, deputetët e dështuar bëhen kryetar bashkish dhe më pas kthehen në ministra përsëri. Një rreth vicios ku populli shërben thjesht si dekor elektoral. Në fund të ditës, kandidatura e Ogerta Manastirliut nuk është surprizë, është pasqyra e një sistemi që nuk njeh merit, por vetëm besnikëri ndaj kryeministrit. Një sistem ku e vetmja aftësi që të çon përpara është sa mirë di të heshtësh për korrupsionin e shefit dhe të mbash buzëqeshjen përpara kamerave. Dhe kështu, ndërsa Tirana përballet me ndotje, trafik, borxhe dhe mungesë transparence, ajo që pritet të ofrohet si shpëtim është një nga figurat më të konsumuara të kësaj qeverie. Një politikane që përfaqëson jo rilindjen, por kalbëzimin e plot të moralit publik. Sepse në Shqipëri, me sa duket, kush dështoi më shumë, shpërblehet më fort.